A keni ditë cilat janë ato veprime ose më mirë me thonë gabime që mund t'i bëjnë qytetarët në kohë të zgjedhjeve, nga të cilat mund të marrin bakshish 1 deri në 5 vjet burg. Garat e ashpra politike, veçmas në zgjedhjet lokale, bëjnë që shumë qytetarë të lakmojnë për të përfituar diçka edhe në aspektin personal. E gabimet që ata i bëjnë është fotografimi i votës e besa edhe marrja e rishfetit. Për këto dy veprime, jo rallëherë na ka ra me dëgju në muhabetet e përditshme që i bëjmë me njerëzit. Sipas kodit penal të Republikës së Kosovës, neni 210, çdo person që detyron ose cënon lirinë ose fshetësinë e votës, rrezikon burgim me 1 deri në 5 vjet. A ja vlen me fotografu votën edhe me ja dëshmu dikujt që te ke votu? A ja vlen me rreziku lirinë tënde në këmbim të çfarëdo lloj premtimi? Sa i përket marrjes së parave në këmbim të votës, sipas nenit 212 të njëjtit kod, dhënia ose marrja e rishfetit në këmbim të votës dënohet prap me 1 deri në 5 vjet burg. Për sa pare ja vlen njeri me rreziku me përfundu për tën këto vjet në burg? Cili është ai çmim që ja vlen me e marr në këmbim të lirisë tonë? Të dashur qytetar, jetojmë në kohë të teknologjisë, kur veprimet tona brenda qastit munden me u bë publike edhe na për një veprim të vogël ose për një neglizhencë, ndoshta për një mungesë të informimit mund të përfundojmë në burg. Prandaj të dashur qytetar, i dashur njeri, mos u bëj naiv. Ruaje veten tënde, ruaje lirinë tënde. Nuk ja vlen për asnjë gjë të rrezikosh për me përfunduar në burg, sepse fundja ata të cilët premtojnë nuk do të jenë aty nëse ti do të kesh nevojë.